Sulmi i planifikuar ndaj koncerteve të yllit amerikan të muzikës pop Taylor Swift i solli 15 vjet burg një 21 vjeçari, prindërit e të cilit janë nga Maqedonia e Veriut. Rreth 2 vite më parë, koncertet e Taylor Swift në Vjen u anuluan për shkak të një sulmi terrorist të paralajmëruar. Pas gjykimit të zhvilluar, është marrë vendimi kundër njërit prej të akuzuarve, me çrast 21 vjeçari austriak Beran u dënua me 15 vite burg. Ai gjithashtu kishte ndihmuar një tjetër islamist, i cili kishte plagosur pjesëtar të forcave saudite të sigurisë në një sulm me thik në Mekë gjatë vitit 2024. I akuzuari i dytë, gjithashtu 21 vjeç, u dënua me 12 vjet burg. Në deklaratën e tij përfundimtare, i akuzuari i parë, 21 vjeçari me origjinë nga Maqedonia e Veriut, shprehu pendim dhe pranoi se kishte planifikuar sulmin ndaj koncertit të këngëtares Taylor Swift në Vjen në gusht të vitit 2024. Ai tha se forca shtytëse e tij kishte qenë dëshira për famë dhe që grupi terrorist Shteti Islamik ta konsideronte hero. Dy të akuzuarit së bashku me bashkëpunëtorin e tyre të burgosur në Arabinë Saudite kishin planifikuar një seri sulmesh në Mekë, Dubai dhe Stamboll, thuhet në aktakuz. Më pas ata kishin hequr dorë nga këto plane, por pas kthimit nga Dubai, i akuzuari kryesor kishte kërkuar objektiva të tjera potenciale dhe në fund kishte zgjedhur koncertin e Taylor Swift. Këngëtarja duhet të mbante 3 koncerte radhazi në stadiumin e mbushur plot Ernest Happel gjatë vitit 2024. Policia, e cila më herët kishte paralajmëruar masa të shtuara sigurie, priste rreth 65.000 vizitorë në secilin prej koncerteve.